Jam Edi Rams, lexoj që të gjithë janë temërur prej tij. Të gjithë pa përjashtim. Një që ishte nga Ilir Meta e përzun. Apo jo? E përzun. Çështja e pagave, unë e kam sqaruar. Pagat dhe piramida e pagave janë e drejt absolute ekskluzive për të gjithë shtetin dhe institucionet e tij e ekzekutivit, përveç normarieve publike, që funksionojnë me mekanizëm tjetër. Ndërtimi i piramidës pagave është një detyrë me shumë përgjegjësi dhe jashtëzakonisht e rëndësishme. Ndërtuesi i saj në piramidën e pagave pasqyron përparësitë që ka kombi në rrugën e zhvillimit. T'jap një shembull. Për qeverinë 2005-2013, me qenë se ishte në fund të shkallares pagave, u përparësuan arsimi dhe shtetësia dhe u nxorën në 1/3 e sipërme të shkallares. Përparësim. Sot janë në fund prap. Shif si janë sektorët. Cop të shkatruar. Vim të gjyqësori. Gjyqësori ka patur në ligj të përcaktuar mënyrën ose normat dhe mënyrën e rritjes së pagave. Ligji imponon të qeverisë, mbasi e kishte votuar atë ligj, që të respekton të ligjin, por hirës vërtec. Në atë shkallare pagash, një prokuror i antikorrupsionit që në statistik reale ka qenë 3 herë më eficient se sa Troplini sotëm me statistik. Mirte gjithsejt po thuaj se 5 herë më pak se sa Altin Troplini sot. Mirte rreth 1.400-1.600 euro. Po kështu gjykatësit. Dhe asnjëherë nuk kishin shfaqur, ja ku janë të gjitha, asnjë pretendim. Pse? Ata kishin në ligj të sankcionuar se si u rriteshin rrogat atyre. Kam dash të bëj një herë një ndërhyrje, në favor. Kam dash të bëj se kishte mundësi. Jo, thanë. Ne kërkojmë, e kemi të mirë ligjin, sepse ligjin e kishin ndërtuar e kishin ndërtuar ata mbi bazën e eksperiencës, mbi bazën e meritës, kishin vu, nuk ishte një ligj, ishte ligj shumë i mirë, dhe rriste çdo vit. Nuk ishte diskutim që ata nuk, domethënë, atyre u amortizoshin çdo vit pasojat e inflacionit. Po. Tani, çfarë bëri ky? Erdhi ky me vllahic dhe stër vllahic, përmbysi piramidën e pagave. Ky Shakaxhi, zhgaravitus, që ka zero ide për shtetin,
nuk kuptoj që po i vinë të kazmen. Po i vinë të kazmen në themel piramidës pagave, duke caktuar rrogat që i thoshte Vllahisa, e cila raportet në komisioni i dërgonte nga zyra e tij, i mirte nga zyra e tij. Çdo gjykatës sot ka 100% të drejtë të mos pranojë piramidën ekzistuese. S'është çështja e niveleve. Është çështja sepse ky një prokurori në prokurorinë speciale i jep një rrogë 2 herë më të madhe se gjykatësit kushtetues. Ju më ndëgjuar çfarë thash për ta. Po prapë të s'mund ta bëj shteti. Shteti është detyruar t'i qëndrojë hierarkisë. Ka hierarki. Dhe kjo hierarki përcakton rrogën më të lartë në Republikën e Shqipërisë, presidenti i Republikës. Pastaj tjetri e tjetri me radhë. Kurse ky vetë ka votuar piramidën. Vetë ka votuar në kushtetut, ligjin. Ç'po kërkojnë shoqata e gjyqtarëve dhe gjykatësit? Të zbatojnë ligjin. Prandaj dhe unë nuk do isha kurrë në mbështetje të tyre, po të mos ishte kjo. Ky ka përmbys piramidën. Ky është përgjegjësi kryesor. Hajde zgjidhë tani, nuk luhet me piramidën e rrogave. Urdhë. Çfarë ndodh tani? Na thot pak, si do e zgjidh? Si do ta zgjidh? Ata kanë të drejtë e Zotit, kanë të drejtë e kushtetues, kanë të drejtë e ligjit në pretendimin e tyre.